Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Unë sot për ju, ose për shikuesit e televizionit tuaj, do të bëj një sallat shef. Përbërësit e kësaj sallate janë filet o pule, e bëjmë kubikat vogël. I hedhim veget, vaj ulliri. Është procesi i parë i punës. Veget me vaj ulliri me hurdhra. Me vaj ulliri me hurdhra, e cila ka ishje, i jep ishje të ndryshme. Ndërkohë që zihet fileto e pulës në zjarr të avashtë, përgatisim përbërësit e tjerë. Portokall. E bëjmë edhe portokallin kubika. Mollë. Karakteristika jonë është se mollën nuk e qerojmë, pasi vetë lëvoshka e mollës ka vitamina dhe kalori të ndryshme. Ndërkohë, anim dhe domatinat. Anim dhe ananas, të cilin mund të jetë i freskët, mund të jetë i konservuar. Për asnjë konkret, si që shikon të shef Krenari, është i konservuar. Ndërkohë fileto e pulës, si që shikojmë është bërë. E heqim në tigani. E bashkojmë me përbërësit e tjerë. Gjithë përbërësit që përgatitëm. I hedhim. Atëherë mund të shpjegoni një gjithë teleshikuesve se çfarë piket në ato përbërësi po në tas? Ja, vetë karakteristika e gjithë përbërësive, dhe më thënë, na bën që vetë sallata jonë të dalë shishme, me kolorin e saj të duhur. Përbërësit e tjerë, të cilët i japin shije më të mirë, por no, majoneza. Kemi dhe pana kuzhine. Hedhim dhe mustardë. Po i hedhim dhe pak veget. Përzijim që të bëhen një trup të gjithë përbërësit e saj. Është e gatshme ta servirim në pjatë. Kemi pjatën tonë karakteristiket lokalit. Bëjmë dekoracionin e duhur. Me qenë se sallata jonë përmban portokall, dekoracionin e bëjmë portokall. E vëmë në mes të pjatës, sallatën. Kjo është pjata parë që ti na propozon. Pjata e parë, sallata. Thym dekorin e bardhë. Edhe i limon. Pasi klientët e pëlqen me limon sallatën tonë. Sot do të gatuajmë tavë dheu me fasule me djathë bardhë jugu. Kjo është diçka karakteristike. Ajmë qep në njomë dhe e grim imët. Ajmë speca, po kështu dhe specat i grim sa më imët, me qëllim që edhe në procesin e punës jetë më i shpejtë. Ndërkohë kemi bërë qepën dhe specën dhe i bëjmë gati për t'i hedhur në tigan. Ndërkohë marrim vajin e ullirit, të cilën kemi përgatitur me hurdhra. Hedhim qepën. Hedhim dhe specat. I ka vërdisim në tigan. Derisa
shikojmë të arsyeshme qepa kërë i funksionin e saj të verdhe, dërsa speca të bie. Qep njom dhe speca është rrata para. Po thuj se qepa është drejt ciklit të saj, ndërkohë marrim fasulet llaqik, të cilat i kemi zjerë pak më parë. Ndërkohë edhim dhe fasulen llaqik, të cilën kemi zjerë pak më parë. Dhe salcë domate të përgatitur. Rada e punës deri tani ka vërdisëm qepën me vaj e ulliri dhe me hurdra. Shtuam specat, shtuam fasulën llaqi. Tani e kombinëm me qik bulion edhe fasulën, me qëllim që mos na thahet. Ndërkohë i hedhim edhe kripën. Edhe dhe piper të zi të bluar. E shofim fasulën për shijen e saj herë mbas here. E veçanta jonë është që ne fasulës, këtu tani, i hedhim koper. I hodhim edhe koperin, e kripën, vegetat, piper të zi të bluar. Kombinimi të gjithave jep një shije shumë të tharësyeshme dhe shumë të mirë. Tani, pasi fasulja është gati, tashi do të rroskuqim djathin e bardhë të jugut, do e kalojmë çikën tigan me pak miell, pasi jep një shije ndryshe, edhe do përgatisim tavën e dheut, presim domaten në feta të trasha. Domaten e prerë, dhe e vendosim tavë e dheut. Veshim tavën e dheut. Pasi kemi vënë domatet në tavë dheu, tani rroskuqim djathin e bardhë, që tham djathi bardhë jugu, e kalojmë në tigan me gjalp. Marrim djathin e bardhë, e kalojmë në miell, e shkullim nga mielli, kalojmë në tigan. Tigan të nxehtë. Ndërkohë dhe domatet, marrin një faqe pjekje, domethënë, nga furra, pastaj do i kalojmë nga blica, pastaj do i kalojmë në furrë. E kalojmë në vatër tjetër, masi ka zjarr më të fuqishëm. Mund ta shpjegoni tashmë se pasi kemi bërë këto 3 veprimet në një tigan të skuqur. Si do procedoni? Ja urdhëro tani, kthem djathin. Ka marrë një faqe mirë, bukur, cili tham po piqet me gjalp, po vëm djathin tek tava me domate, edhe djathi u bë, e kalem këtë tava me domate, në ta vëm ndryshe, e qëllim gjalp nuk i hedhim me qëllim që mos marrë i ndyrë të tepër. Rregullojmë dhe pak fasulën me bulion. Tani, fasulën si që kemi fasulën, mbulojmë djathin e bardhë me fasulën. Tani marrim tavën e fasulës, edhe e fusim në furrë, një kohë të gjatë, rreth 10 minuta. Tani pas 10 minutash, tava e ka bërë ciklin e saj dhe është gati për ta nxjerrë nga furra. Është gati për ta e vëmë në tavën në ndecën e saj. Për t'i dhënë shije ndryshe, më të mirë, grim dhe çik koper timët, hedhim dhe koper shumë. Tava është gati për t'u servirur, ju bëft mirë.